kam frikë se po ma punojnë këto që futo Amerikanët që kam hellë në gjyq, si që punun Iranit. Që bon Iranit këto, Amerika dhe Izraeli? I kërkun 200 kg të uraniumit pasurum. Edhe i thanë që po në dhe 200 kg se ka prodhu 400 mendohet, pra gjysmë neve, nuk të ngacmojmë, nuk të bombardojmë, e bilet heqim dhe sankcionet, pa i ke besë Amerikës, ata ta mojnë edhe prapë të sëlbojnë. Pra i thanë, edhe nuk pa tira dakord, Irani po do shkonin edhe prapë të bonin bizetime me Amerikën gjoja për çështjet ndalimit bombës bërthamore. Janë pralla me mret këto që të regohen, për arsye se ato bizetime bohen me këtë organizatën ndërkombëtare që merret me kontrollin e këtyre impiantëve që me laf që kanë në bikqyrje këtë çështjen e bombëve bërthamore. Amerika do shkon të thjesht të diskutonte me Iranin nëse mund t'ja mushtin menjën Iranit, qoftë me kërcënime, qoftë me oferta që do t'japim këto, qoftë me heqjen e sanksioneve, që t'i jepte Amerikës 200 kg uranium. Edhe kur Irani nuk e pranoi këta janë ato planet sekrete, ato arsyet sekrete, faktet sekrete që nuk bëhen publike. Atëherë Amerika i dha drejtën jeshile Izraelit, shko e bombardoje, shkatroje, se Izraelit i pëlqen interesin e vetë kjo gjë. Edhe në të njëjtën kohë, pra kur nuk e prisë Irani, kur mendonin që po bonin diskutime, ishin planë dhe i hoqi ato, e hoqi vigjilencën e ajrit, se ka pas një sistem jashtëzakonisht sofistikum të mbrojtjes kundërajrore, mbrojtjes ajrore, sistem kundërajror. Ky Irani e ka pas mjaft sofistikume edhe mendimet e Rusisë, e të Kinës, por edhe me prodhimet e veta. Mirë po, Izraeli këta ja punun, e bon si kur ishin në diskutime për atë marrëveshjen për mi dhanë Amerikës gjysmën 200 kg uranium, po e përqesin për mi mush menjen që të heqë dorë Iranit nga prodhimi bombës bërthamore, edhe kur Irani ishte komplet si thonë kur nuk jeri në vigjilencë, është kundërt e fjalës, kam fillu të harroj tashti. Kur e uljet e vigjilencën së spodime atë fjalën e përshtatshme, për shembull, tash më mojnë miqtë e mi kur flas, unë nuk i gjej mjaft terma. Për shembull është një logbook ose libri rekordeve, kur thot Bedri Luku, është procesi verbal. Edhe si se kisha ditë, si se kisha proces verbal e dija, po ja që fillojmë edhe harrojmë edhe konceptet. Po kështu për shembull i thoja Nurkëson që një nga këto çështjet që unë kam hellë në gjyq është kjo quhet unfair business practices, kur ti ke një biznes edhe i trajton ndryshe njerëzit në mënyrë të favorizuar njërin e të pa favorizuar tjetrin. Nuk e dija termin shqip, edhe kur më tha Nurka, po është keq trajtim jo i barabart, i diferencum, keq trajtim i diferencum. Pra ekzistojnë termat, po kur ke një jetë, pjesë më të madhe të jetës unë kam kalu tash në Amerikë, pra pjesë më të madhe këtu 30 e sa vjet, i harrojnë termat. Edhe ku ishte ajo që nisa unë të them, këto kishin një marrëveshje Amerika me Iranin, kishin ra dakord për me shku edhe me bodha diskutime dhe herë,
nëse Irani do t'ja jepte Amerikës gjysmën e uraniumit apo jo, edhe takimi ishte lënë për dielën, këta i bind për e zënë të premten kurse priste Irani. Po kështu edhe për bombardimin me avionët 52 të Amerikës. I tha ky Trumpi që mëna 2 javë do të vendosë nëse do të bombardoj Iranin ato impiantet e nëndleshme apo jo, kur thoshte këto i kishte nis avionët drejt Iranit. Është një lloj si po ta keni pa atë filmin Braveheart, Zemër Luana, Zemër Trim, si tjetë përkthy ky filmi i këtij Mel Gibson, kur skocezët për shembull ishin luftë me pushtuesit britanik, edhe ky mreti anglez çonusën e djalit për me bë bisedime me rebelin, me kryerebelin skocez, edhe diskutimet ishin që do t'japim këta ata që quhen ul armët, dërzoni armët, ulni armët, edhe se do t'japim këta. Gjatë kohës që kjo vjen me dhënë këtë diskutimin, ato kishin nis armatët aleatët Francës e ishin ardhje sipër, pra gjithmonë fuqitë e mëdha i bëjnë këta pabesit. Edhe unë tash i kam frikë se mos ma kanë punu këto bashkë me gjykatën, këto njerëzit e fuqishëm të kazinos që kam hedhë në gjyq, për arsye se me kërkesën time dhe kundërshtimet e tyre, gjykata vendosi në adresën time që një të më shtohet nga 2 deri në 3 ditë ajo koha e gjyqit, sa shumë për diskutu dhe bila shpak 3 ditë, kur ata kërkonin vetëm 30 minuta, sa ata s'do të vërtetojnë asgjë, edhe që kërkova që të shtyhet koha për arsye se këto ka stile, si thonë, paraqesin çdo ditë, çdo natë nga një padi, bile po punojnë tash në gjysmën e natës, kurse disa herë kanë që paraqesin gjysmën e natës në gjykat kërkesa që të shqyrtoj gjykata kundër meje, edhe arsye që i bëjnë këto është fare thjesht që të më harxojnë kohën që do përgatitem për gjyq duke ju përgjigj këtyre kërkesave. Edhe ja sqarova gjykatës unë këta që për këtë arsye jo vetëm do të mashtoni të kohën e gjyqit, por edhe duhet të shtyni ditën e gjyqit, të shtyni me qëllim që të kemë kohë të përgatitëm, se këto po punojnë në mënyrë të pandershme që paraqesin këto kërkesë mas kërkese. Vetëm një natë nga ora 9 të darkës deri në 12 të natës kanë paraqitur mbi 12 kërkesa të ndryshme, kur gjitha këta mund t'i fusin në një kërkesë të vetme, edhe t'i jepin përderisa është e njëjta natyrë, e njëjta moshë, kështu kërkesë kundërshtimi, parandalimi, mos lejimi të evidencës, edhe nuk ishte nevojë, për shembull, mos lejohet sa mi gjoka të paraqes këtë video që në paraqet neve kështu. Një tjetra, mos lejohet sa mi gjoka që ta thërris këtë lloj dëshmitari për këtë arsye. E dyta, mund të shkujtë të gjitha në një, po vetëm ka stile që ta harxojnë kohën e gjykatës, të harxojnë kohën time, edhe të mos m'japin kohë përgatitem. Në bazë të këtyre kërkesave që ata paraqesin, atëherë unë i bëna kërkesë gjykatës që jo vetëm të ma zgjasin gjyqin, por edhe të ma shtyjnë. Edhe kanë shtyjë ata, mirë pa akoma nuk e kanë dhu aty ligjërisht që të shifët aty se është shifën në linjë ata në internet, çfarë është vendos, kur është dita e gjyqit. Pra edhe pse ma kanë tërgu me gojë nëpërmjet emailëve, ma kanë tërgu që është dita e gjyqit në fillim në shtator, tash po mendon që të shtyhet në janar, pra ka që rëndësi ka marrë kjo çështje, sa që ato punojnë ditë natë, kur s'm kishin llogarit mundeve tashti, edhe për kërkojnë shtyrje herë 2-3 muaj, herë një vit, për përgatitje
Pra kjo është një gjë jashtëzakonisht e çuditshme që po ndodh, por unë I kam besu atyre. Edhe menoj tash me vete, ore po këtyre nuk I besohet, që futo amerikanëve si është besu asnjëherë. Këta, po sikur këta të ma punojnë mua, se unë kam lënë tash punën, se punoja ditë natë duke u përgatitur për gjyqin, se kam vetëm nga ana atyre 16 dëshmitar. Dëshmitarët e mi, ku një dëshmitar do marri mund 2-3 orë duke I bë pyetje, duke I paraqit evidencën, edhe nuk po gjeja kohën të përgatitem. Edhe tash e kam lënë se kam gjithë të kohë, edhe jam nisë tash për qef të shkoj të harxoj sot një ditë shllodhje në kazino. Edhe në Delaware jam nisë, nuk e di nëse do ndaloj përpara në Baltimore, në Horseshoe. Por mendoj për vete, mos I kam bë ata hesapet pa hënxhin, po sikur të ma kenë punu këto do të them maskarej, po kam frikë se I marrin ata çdo lloj video që unë postoj, çdo lloj gjaje që është në publik, ata I ndjekin, I marrin edhe I paraqisin si evidencë. Për shembull nuk lejohet ti ke drejta hudhësh tjetër në gjyq, ndryshe është drejta jote që menon që ka po ti s'ke drejtë të diskreditosh ata në publik, siç mund ndoshta po bëj unë këtu me këto video, edhe pavarësisht që unë jam I kujdesshëm të mos e diskreditoj, të mos them që ata janë të ligj, mos them që ata janë të poshtë, por unë vetëm bazë të fakteve, por edhe në bazë të fakteve ata mund të paraqisin këtë evidencë si evidencë këta të paraqisin ditën e gjyqit, të thonë gjyqtari që Samiu e ka helmu opinionin publik me vidjet ndryshme, prandaj u bëj më shumë të në Shqip, edhe ata nuk do t'jenë të paanshëm se ka kaq kohë ky që e reklamon këtë çështje në Facebook, edhe e reklamon në favorin e tij ku ne simi aty të tregojmë ndryshe historinë nga pikpamja jonë, edhe kështu që duhet denosa mirë për këtë gjë. Edhe kështu që unë po jemi kujdesshëm, duhet të them maskarej, po them, por këto maskarej mund ma kenë bë me hile. Gjykata që është e tyre që e kanë të në xhep, për arsye se ata paguajnë miliarda dollar, 238 milion, pra kanë paguajt vetëm për këtë bashki, për kryetarët e bashkisë që të zgjedhin gjyqtarët që ta duan. Edhe kështu, po unë them, po sikur këto maskarej më kanë dhënë të kuptoj që gjykata po konsideron ta shtyj ditën, mos bëhet këtë ditë për me 11 korrik deri me 12 korrik, për të bëhet në fillim ishin shtator, por me që nuk ishin datat lira për gjykatën për 3 ditë në shtator, e kanë çunë janar, mirë po akoma se kanë dhënë mënyrë të preme, akoma se kanë vu aty në e thonë doket ka jo rekordi I jotë tje që me këtë datë, e këtë datë është gjyqi. Edhe thonë, po sikur të kenë bëhë këtë stile, këto maskarej, që unë ta ndërpres punën, që mos përgatitën fare me që s'kisha, me qenë se ato kërkesat u dështu në tyre, që të më humbin më kohën. Po që se këta e bëjmë në këtë edhe me majnë më të shi më rejtën menjen, edhe 2 ditë para gjyqit, edhe thonë që gjykata vendosi që të vazhdoj ashtu siç ka qenë caktuar në fillim me 11-12, që do jetë dita katastrofike, si quhet ajo qameti, këto për kërkoja unë, qameti si Nakba, e quajnë arab dhe palestinest, Nakba qameti, pra kjo do t'jetë katastrofa më madhe, edhe budulliku më I madh, edhe truthalliku më I madh imi, në qoftë më kanë mashtru, e unë dishoj, e prap duhet I besoj se Irani që I beson këtyre. Sa herë këta thonë, hajde ulu, edhe tash të bëjmë paqe, se tash atëherë këtyre duhet me pas frikën, sa atëherë të bombardojnë. Edhe tash kur I thonë Iranit mbaroi lufta, thot ai, unë nuk e di këta, thot Trumpi, unë nuk e di këta Irani dhe edhe Izraeli që leshin dun, që kërkojnë as vetë nuk e din, pra tash po heq dorë, me kaq more fund,
atëherë do të me pas frikën se po të kurdisin bombardimin tjetër. Edhe kështu dhe unë tash jo të më hy frika se kjo shtyrja e gjyqit që këta më kanë bo nuk është me të vërtet ndoshta shtyrja e gjyqit përderisa nuk reflektohet kjo atje në rekord ku është çështja ime, por mund t'jetë thjesht për më bëm për më mrejt menje, për më mashtru që unë të heq dorë nga përgatitja edhe të me befasoj me ambush që thonë me prit, më kanë vonë pritën atje për para, ma kanë bo pritën, ma kanë bo gropën atje për para, i kanë vu minë urës që da hedhin në ditë kur të kaloj. Sa me gjoka, jo për shnet.